Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Historiete, këtë herë për të rrëfyer historinë e radhës. Sot në emailin tim zyrtar ka shkruar Albani, një djalë nga Tirana, i cili tregon rrëfimin e jetës së tij. Domethënë është një dramë e vërtet, është çuditërisht e pabesueshme, por që do të rezulton të jetë e vërtet. Unë jam Albani nga Tirana, jam 35 vjeç dhe historia ime nuk është thjesht një kujtim i dhimbjes, por një testament i dashurisë që nuk shuhet, një përqafim që nuk ndahet, edhe kur jeta merr kthesa më të tmerrshme. E ndaj këtë histori jo për mëshirë, por për të treguar se dashuria e vërtet, edhe kur trupi ndalet, zemra e saj mund të jetojë nëpërmes dikujt tjetër. 3 vite më parë, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Unë dhe Arta u njohëm rastësisht në një organizim vullnetar. Ajo vinte nga një familje modeste, vajzë e vetme, me sy të ëmbël, zë të qetë dhe një shpirt që rezatonte mirësi. Që në momentin e parë, e ndjeva që kishte diçka ndryshe tek ajo. Një pastërti që rrallë e takon në këtë botë. Dashuroheshin fort, pa kushte e pa kompromise. Martesa jon ishte e bukur, pa zënka, pa keq kuptime, pa fjalë të tepërta. E ndjenim njëri tjetrin në heshtje, si 2 shpirtra që ishin gatuar për njëri tjetrin. Pas 2 viteve martesë, lindi djali ynë. Lumturi më e madhe nuk kishte. Ai ishte fryti i dashurisë sonë. Dhurata jon më e madhe nga Zoti. Arta e përjetonte amësinë me gjithë qenjen e saj. Flinte pak, por qeshte shumë. U lodh, por nuk u ankua kurrë. Ishte në ditët më të bukura të jetës sonë. Unë punoja gjatë gjithë ditës, por mezi pristja të kthehesha në shtëpi për të parë atë fytyrë që më buzëqeshte sa herë unë e hapja derën. Por fati ndonjëherë është mizor. Ishte një ditë e zakonshme. Një nga ato që mendon se do të kaloj si të gjithë të tjerat. Djali ishte vetëm 6 muajsh. Vjera ime, nëna e Artës, rinte shpesh me ne për të ndihmuar në shtëpi, për të mbajtur djalin ndërkohë që Arta pushonte. Më mori në telefon me zë të dridhur, një zë që nuk do të haroj kurrë më. Dhe më thot: Alban, hajde shpejt. Arta po nxjerr shkun nga goja. Asgjë nuk mbajta mend më pas. Dukej si një mankth i errët, një film pa ngjyrë. Di vetëm që mora makinën edhe i dhash 180 në sekond. S'di si nuk bëra ndonjë aksident. U luta rrugës me të gjithë lutjet që unë i dija, i thash Zotit më fal, të më linte edhe një mundësi të vetme. Por kur mbërita në shtëpi, Arta ishte e shtrirë, e ftohtë edhe pa frymë. Mjekët që erdhën pas meje vetëm ma konfirmuan të merin. Ajo kishte ndruar jetë, sulm në zemër, pa pritur, pa paralajmërim. Në moshën 28 vjeç, gruaja ime, jeta ime, dritarja e shpirtit tim, u shua në krahët e nënës së saj. U bëra i çmendur, ulëria, thërisja emrin e saj, shkunda trupin e saj të ftohtë si kur të mund ta zgjoja.
Mendoja për djalin që po flinte në krevatin tjetër. Si do t'i tregoja se nëna e tij nuk ishte më. Si do t'a rrisja pa të. Varimi i saj ishte varimi më i dhimbshëm që mund të parafytyroj një njeri. Pash nënën e saj, gruan që kishte sjellë në jetë krijesën më të bukur që kisha njohur, teksa mbante fort foton e artës në duar dhe qante pa zë. Ishim të dy të shkatruar, por nuk kishim luksin të dorëzoheshim. Kishim një fëmijë për të rritur. Kishim amanetin e artës për të mbajtur. Pas një jave, vjera ime më tha me zë të dridhur: Alban, do iki. Nuk më ri më zemra këtu do të partën. Do të kthehem në shtëpinë time. Ula përballë saj dhe i thash diçka që nuk e kisha menduar as vetë më parë. Jo, ti nuk do t'ikësh. Arta nuk ka lënë vetëm mua, por edhe ty. Ajo na ka lënë djalin. Nuk kam prindër. Ti je vetmja familje që kemi. Nuk dua të martohem më. Nuk dua të sjell një grua tjetër që ndoshta nuk do ta doj djalin tim. Qëndro me mua. Jo si vjehër, si nën, si bashkëritëse e këtij fëmije. Qau ajo, qava dhe unë. U përqafuam dhe që atë ditë nuk jemi ndarë më. Tani kanë kaluar 3 vite. Jetojmë të tre në një shtëpi. Djali jonë është rritur. Një fëmijë i shëndetshëm, i zgjuar dhe i mbushur me shumë dashuri. Dhe këtë dashuri ja kemi fal njëri tjetrit. Unë dhe nëna Artës, gruaja që sot e quaj mama. Ajo është bërë për mua ajo që jeta nuk ma dha dot. Një nën që më pret kur vi nga puna, që kujdeset për djalin tim sikur të ishte i vetmi në botë, që më gatuan, më ngushëllon, më lutet e më përqafon. Edhe dhimbja e saj është zbutur sepse e ndjen Artën çdo ditë tek nipi i saj, e ndjen pranë me çdo buzëqeshje, me çdo hape, me çdo fjalë që djali thot. Sot nuk jam më buri i shkatruar që mbeti pa dashurinë e jetës së tij. Jam babai i një djali të mrekullueshëm dhe biri i një nëne që zgjodhi të mos ikë. Të mos më lër vetëm. Arta nuk jeton më fizikisht, por ajo jeton përmes nesh, përmes kujtimeve, përmes kujdesit të nënës së saj, përmes përqafimit që i japim njëri tjetrit kur nuk dim si ta përballojmë dhimbjen. Ky është rrëfimi i Albanit. Albani është një djalë i ri, është vetëm 35 vjeç. Jeta e ka sfiduar, si mund të ketë sfiduar shumë njerëz të tjerë, dhe Albani ka bërë këtë zgjedhje në jetë.